Veta. Makina ta për sytë. Do kesh radhën. Po pra. Dhe këto e kanë problem që ne hajdu e lidhim edhe me ne Hispano. Jo, po jo këta janë më pak goca. Jemi më pak goca, më duket. Ne aq pak sa jemi, po jemi kështu fare. Ja heqim pinin. Po pritu kujdesi, mos Ja heqim pinin. Po ne femrat e kemi në gjak vetë, dos. Për çfarë? Për të lëritur, për të përtitur, për të. Po bojmë ato kush do ta lua, mon qaf shumë. Vetëm ulëri, po ulërima e thash do jesh 100 ditë këtu. 100 ditë. Plus që megjithëse ti je më rregull, se unë kam problem puna e lërimit se unë zërin e kam me lek, kështu që. Kur vjen ai më thotë do të bësh një këngë. Më duket sikur se kishe lek në xhep, merri vlla hidhja vetes, sa këndoj një çik tani. Ne t'japim. Ja, dëgjoj. Hajde, jepi tani, bëj çik show. Një orë shqiptar. Është falas. Jo, është qetësi për tru njeriu që ta marrë veten. Dhe nëse ke dhe njerëz pozitiv përballë, dhe është mrekulli për njeriu, sepse e fillon jetën normale. Kupton ti zgjohesh ta shohësh një diçka që e pashte. Edhe fillon truri pasaj. Kurse kur shem dhe diçka për shkakun tonë, ç'sa e mirë që është kjo. Mire, një në 1 milion vlla. Po i kish jena me fat. Absolutisht. Goca ka ditë sot edhe po e bën me neve të tre këtu. Edhe për të thash, kjo është bukuria jote. Ndoshta ne do harrojmë ty, po ti kur leve se. Ku harrojem unë, atje ku shkel, sa harroje këtë. Si ku shkel unë? Atje ku vete për shembull e le gjurë, ku vete ku ta shqip tani. Po tani na fal pas ta ndejemi rritur. Po si e rrit aty ti? Ti a jeri në Londër? Po kam ikur shumë e vogël. Atë pra, pse do të kesh atë të shqiptarëve? Që thu ti? Qysh? Që ti atje në rritur, me fol me fjalë shkel. Jo, unë flas tani kam ardhur këtu, e bura këmbë për shembull, harrohet më Aleksa, do mbahet më në tër jetën, kush ishte ajo? Këtu janë gjithë. Sa më që kënë gjyra? E sa më gjanë mua në gjyra, kokuqe po. Mirë duke. Shumë. Iliri, vazhdo me atë ritëm e ty, Iliri? Jo, kam shërmen i ka rënë ritmi fare tash këtë ditë. Jo. Me mua, me ty me se atë jo, po thuj që ne kemi... Por ne e tërhoqak ne për ta shujt qik, sepse ai... Edhe mënyra si që mund të flasë me kesin. Unë bisedoj e tjerë, po thash. Ti e prisit... Jo... Po pse Angelon, pse? Angelo? Po. Pse e zgjodhe? Për çfarë arsye? Njëri lirin e doje se kishe moshatarin tënde dhe të kem dikë nga moshën time. Edhe more gjithë atë rinj ti tani dhe kujtoa që ju të dy do bëheshit një bishe e forte do na kapni neve të rinjve kështu, ë? Dgjoj. Ne që kam fiksu që ditë që kur dha dhe lajmet e tjetër, kam ndjek, domethënë, kur hoqi ato në e dyta ishte i shtëpisë, se është i shtëpisë fiks madhe domethënë të medias, dhe e treta shifsha që këto dy i liri me këte u hashin, po në mënyrë sepse liri është duket njëri babaxhan dhe këto edhe kur grinden e kanë atë lezetin e vet, a kupton? Ky ka kuptuar atë tipin dhe si thosh ti po ashtu është, domethënë kurse i bie shumë. E ke parasysh ku thonë kemi arritur në atë fazën tot ku 1 + 1 bëjmë 5 tot jam rregull dhe ke shumë drejt. Por ai vetëm jepi para, jepi gaz. Ai tot kohë funit shumë më shumë problem. Shumë gjumë, po, realisht ajo ka pas, s'është ka pas një dinamik madhe në shtëpi. Pra, jashtë më duket kur vën namin se i fut një gallat, pra, plotson ditën me 3 gallata, edhe mirëpafshim, po ai vën atë gjë, thjesht thot në fjalë. Gjithsesi ka audiencën e vet, fansat e vet dhe gjithë gjërat që e ndihmojnë.
Pastaj kemi parë edhe në kushte të tjera, aty brenda në shtëpi. Po sa më